Vetëm një natë pasi Puka Televizion paralajmëroi rrezikun e rrëshqitjeve në disa fshatra të rrethit të Pukës, fenomeni është shfaqur pikërisht të pakaluar ende 24 orë nga paralajmërimi që bëm në kronikat tona televizive. Pikërisht në fshatin Miliskaj, i cili ishte i përfshirë në zonat e rrezikshme sa i përket rrëshqitjes së tokave, gjatë ditës sotme një shpati tërmali ka rrëshqitur duke rrezikuar 2 banesa të këtij fshati, ndërkohë që duket se banorët e këtyre banesave i kanë braktisur këto të fundit pas për shkak dhe të rrezikut, ndërsa tashmë pritet edhe ndihma nga shteti. Jo vetëm për t'i shpallur si të pabanueshme banesat, por për t'u ardhur në ndihmë këtyre banorëve, të cilët tashmë jetojnë me frikën dhe ankthin se një ditë shpatet e maleve që janë mbi banesat e tyre tradicionale mund t'i zënë duke u kushtuar kështu edhe jetën. Aktualisht, familja e Mirashnikaj është evakuar në një familje tjetër, pasi në banesën mbi të cilën pritet të rrëshqas dhe gjithë shpati i malit është e pamundur të jetohet. Sot në orën 7:40 të mëngjesit, kur po nisja fëmin për në shkollë, po është se po lëvizte mali sipër shtëpisë në drejtim të banesës sonë. I diçka e pa pritur se nuk ishte pora ma. Rrëshqitja arriti deri në ballin e sipërm të shtëpisë. Banesa është bërë pa banueshme se prurjet vazhdojnë. Rrokullisja e malit vazhdon dhe jem në vazhdim me sipër për në banesën e Ukshin Zefit, një komshijet që është i larguar aktualisht deri në pranverë. Rrëshqitja e shpatit nga sipër rrezikohet të shtëpiat për nan. Dhe një shi me ra të janë, dhe me thonë, gati mura shpati sipër. Këto i herë kanë ikë dhe janë stërhuar në shtëpiat bashkëtarëve tonë që i kanë lanë shtëpiat bosh për dimën, e kanë lanë në qytet. Sa për herë edhe këto janë pa banueshme shtëpiat që janë këtu për nanë. Kërkojmë nga shteti që t'i ndihmojnë sa më shpejt. Situata vijon të mbetet problematike dhe në shumë fshatra të tjerë të rrethit të Pukës, ku rrëshqitjet e tokave janë kthyer në një rrezik eventual, ndërkohë që përveç fjalëve askush deri tani nuk ka marrë asnjë mas për t'u ardhur në ndihmë këtyre familjeve që gjatë gjithë periudhës merreshje ndjehen nën rrezik.